në të dyja rastet, qoftë për ndryshime në ligjin për Policinë e Shtetit, qoftë dhe në rastin sot për reformën zgjedhore, në dyja rastet kam qenë unë protagonisti që kam propozuar ndryshimet për Policinë e Shtetit, në ligjin për Policinë e Shtetit, dhe unë kam qenë i autorizuar nga drejtori i përgjithshëm i policisë ose zëvend drejtori i përgjithshëm për çdo rast ka ndjekur gjithmonë aktivitetet zgjedhore. Dhe në rastin në fjalë, drejtori i përgjithshëm ishte drejtor në një qark, në një provincë, kurse unë kam qenë përgjegjësi për procesin zgjedhor të vitit 2025. Unë kam dalë oficer në vitin 90, në një korrik vitin 90, dhe gjatë gjithë kësaj periudhe nuk kam qenë ndonjëherë i shkëputur dhe kam qenë pjesë e ndryshimeve të mëdha që ka bërë policia, shoqëria antërësi dhe policia e shtetit për lidhur me proceset zgjedhore. Dhe këtu nuk kam marrë të them eksperiencën time, por duke qenë në një proces vazhdues, ashtu si kushtan edhe deputetët nderuar më përpara, edhe ju vetë, viti 2003 ka qenë viti që domethënë përfundimisht e shkëputi një herë për gjithmonë policinë nga detyrimet që kishte për zgjedhjet. Kemi qenë pjesë e gjithë atyre gjërave që ishim duke i mësuar rrugës, e ca i bëm gabim, e ca tregueshim më tepër vullnetar se zhduheshim etj, por policia u pozicionua përfundimisht dhe nga viti 2003 dhe më mbrapa, përveç akteve ligjore që kanë ndryshuar shumë pozitivisht, që i kanë ardhur shumë në ndihmë policisë, të lutem. Juve, madje ju sa po thatë që keni marrë një vendim të brendshëm për të lloj niveli profesimi. Në këtë komision, unë e thash më përpara, ka qenë prokurori i përgjithshëm për të njëjtën gjë. Ne këtu në fund fare nuk po bëjmë komision hetimor, ne po shqyrtojmë problematikat dhe do gjejmë zgjidhjet. Por këtu ka ardhur prokurori i përgjithshëm, këtu ka ardhur kreu i SPAK-ut. Dhe tani doja t'i kaloj për procedurë. Zonja Zvokshi, zoti Ndoja, pastaj zoti për procedurë. Po, dakor, kush do që ta ketë nga ana juaj. Por seksoj, situata është e njëjtë, madje ndoshta më problematike me institucionin që vjen më pas. Arsyet mund të jenë realisht ajo që kozjatja shumë e madhe, neve nuk është çështje faji, ne e kishim për ekonomi, por nëse kjo nuk na mundson që të kemi një seancë dëgjimore si duhet, do marrim një vendim këtu. Por unë vetë gjykoj të papranueshme që mos jenë drejtuesit më të lartë, megjithatë zonja Vokshi përpara, më pas me radhë nëse kërkojnë kolektiv të tjerë. Faleminderit, zoti Bylybashi. Ajo që pyetja parë që bëra sa ula në tavolinë ishte që të na përcillni siç ka ndodhur në rastin e SPAK-ut edhe në rastin e prokurorisë, të na përcillni në raportin e shkruar të ardhur nga policia e shtetit. Më thanë që nuk ka raport. Okej, nuk e keni dorëzuar, mund ta keni vetë. Unë po them pyeta stafin. A ka mundësi, të lutem? A ka mundësi të vazhdoj? O, Damian, të lutem. Qa ke? Ka mundësi? Atëherë, kjo është ajo që ka thënë stafi. Nëse ka raport, shumë mirë do marrim raportin. Nuk e ka vënë në dispozicion, sepse mua më duhet, siç është dërguar në rastet e tjera, më duhet për ta parë, për ta konsultuar dhe për të diskutuar në lidhje me të e para. Pas ka raport shumë mirë të na vihet në dispozicion që ta kemi për duhet na ishte vënë. Okej, nuk na e keni. Së dyti, e përsëris atë që sa po tha zoti Bylybashi. Ka ardhur prokurori i përgjithshëm me gjithë prokurorët e tjerë. Këtë, nëse juve keni eksperiencën, nuk e vënë në dyshim. Të kishte ardhur drejtori i përgjithshëm i policisë dhe ju t'ishit aty në krah. Duhet vinë krerët, nëse ai është i pa zoti që të përballet në një komision parlamentar, atëherë ta heqin ato, të vijeni juve dhe hajdeni juve në emër të policisë së shtetit. Sepse ne kemi kërkuar krerët
Pse I kemi kërkuar krerët, madje unë do sugjeroj që, sepse unë propozoj që neve të mos e vazhdojmë, me nëndrejtorin, të vi drejtori me nëndrejtorin, bashkë me drejtorët e qarqeve. Pse e them këtë? Sepse mungesa e efektivitetit të policisë së shtetit, evidentuar qartë edhe në raportin e Odirit, evidentuar qartë në të gjitha raportet ndërkombëtare, përfshirë dhe I barin e fundit që ka një kapitull të tërë referuar mungesës së efektivitetit të policisë së shtetit, të AMP-s e kështu me radhë. Ti marrin dhe drejtorët e tjerë, të vinë dhe të na përgjigjen gjitha pyetjeve që kemi neve. Të vinë të përgjigjen se kemi shqetësime, duke pasur shqetësime për Tiranën, për Vorën, për Kamzën, për Durrësin, për Shkodrën. Nuk ka funksionuar policia. Krimi organizuar ka bërë çfarë ka dashur, duke intimiduar, duke dhunuar votuesit, duke bler vota. Ka qenë inekzistente policia. Kemi bërë mbi 1000 telefonata tek numrat e vënë në dispozicion. Mbi 1000 telefonata para ditës së zgjedhjeve. Ku është policia? Atëherë neve këtu nuk jemi, juve thatë, nuk jemi për të vënë gishtin, jo vetëm për të vënë gishtin kush është fajtori, pse s'ka ndërhyr policia. Unë kam qenë e vetme përballë një bande të xhabafësve me 100 persona përpara qendrës së votimit. Ku ishte policia? E thirrur nga ana ime, e thirrur nga komisionerët. Pra, hajde do diskutojmë problematikën siç e keni dhe juve të njoftuar në njoftimin që keni bërë për mbledhjen, dhe pastaj t'i kërkojmë kreut të policisë së shtetit, çfarë ka nevojë që neve të reflektojmë si propozime në reformën zgjedhore, që ta ndihmojë policinë për t'i dhënë të gjitha instrumentat që kjo të mos ndodhi më. Siç ka ndodhur në 2023-in, I kemi evidentuar qartë 40 banda kriminale në 2025-ën, në 11 qarqe që I kemi evidentuar ne, që kanë funksionuar të paktën në 4 muajt e fundit, po dhe më përpara, para zgjedhjeve. Pse s'ka reaguar policia, po ka qenë palë me element kriminal? Pse kreu I Vorës, I policisë së Vorës u promovua dhe u vu drejtuesi një nga komisariateve më të mëdha në Tiranë? Atëherë këto duhet shohim. Dhe në bazë të problematikës të gjejmë zgjidhjen, të bëjmë rekomandimet përkatëse. Unë propozoj që kjo mbledhje të mos zhvillohet me zëvendës drejtuesin, të marrim mund të komunikoni, edhe kreu ai që ka njoftuar që sot nuk vjen, mund ta dini më përpara, se ka një komunikim më përpara, dhe jo këtë ditë sot neve të njoftoheshim që nuk vjen. Pra të lihet një ditë kur drejtori është I lirë, neve e caktojmë mbledhjen, se nuk ka më të rëndësishme se Komisioni I Reformës Zgjedhore, mendoj unë. Faleminderit. Jo, se duhet të thashë në fillim, nuk është se kundërshtoj a priori mungesën e drejtorit përgjithshëm, e mira është do të ishte. E thash prapë dhe të lutem mos injatorim me rolet. Nuk kemi rol të bëjmë komisionet e morë, nuk po verifikojnë ngjarje këtu. Qofse ka çështje personale, probleme në fushat, ato do drejtohen në rrugë penale, ose kur po të ishin komisionet e morë, apo po të kishe çështje që janë të karakterit llogaridhënie. Patjetër që për gjithë eksperjencat tuaja negative zgjedhore ne do flasim këtu për sa I përket detyrës së policisë shtetit. Por këtu ne jemi që të marrim një mendim për gjërat, si funksionon, çfarë nuk ka shkuar mirë. Dhe këtë gjë mund ta bëj edhe në drejtori. Megjithatë, duro mos unë po ti jeta nuk është bardhë e zgjedhë dashur. Unë kur t'jap një përgjigje, t'jap një diapazon më të gjerë për të gjetur vetëm. Po mirë më zonj. Ashtu, mua e dashur mos më thuaj. Jo, pra jo, mos më thuaj mua e dashur e para. Jo, jam këtu antare komisionit e para. E dyta, ajo që kërkoj mos e respekt për Komisionin e Reformës Zgjedhore. Kaq. Respekt. Nuk e caktojnë ato. Jo, standardoj dhe jetën tënde. Tani ka një Sa bëhet me ngjyra jetën. Unë them, unë të dhash, po të lutem tash se tash. Si ti mos u merr me jetën time personale private, se nuk e ke, nuk ta vën aty njëri që të merresh me mua. Po ta bëj me ngjyra. Nuk e bëj personale, mos e bëj. Të lutem sepse je mësuar që ta sfumosh rëndësinë e çështjes me to batuta kote. Mos e bëj. E bëre herë tjetër, mos e
bëjmë, më le të flas. jo me batuta, bëhu serios. Po batuta të shtensionoj. Thash, të lutem, mungesa e drejtuesit të policisë, jam dakord me ju, është një gjë që mund të adresohet. Ta marrim një vendim për këtë. Por mos ngatrojmë dhe rolet. Çfarë do të thotë? Nuk jam këtu unë se drejtori, ç'pun kam drejtor rrethave, as kam për ta. Nuk i dua drejtor të rrethave. Policia është organ i centralizuar. Të lutem, është organ i centralizuar, prokurorit e rrethave. Ata të decentralizuar janë punë. Po se është centralizuar zonjë, duhet të dish mirë rolin e prokurorisë përgjithshme dhe rolin e policia është edhe një. Përfaqësuesi i policisë në qendër për mua se përfaqësuesi në bat. Po pra, nuk ka. Do vi, po erdhi do vi drejt. Po nuk po se s'ka, nuk shkon ajo, s'ka s'është me zot. Do vjen, do gjithë ata ekipin e policisë. Nuk jam për këtë rolin këtu. Jo, s'jam, nuk jam për të shuar kërshëri apo për të nxjerrë natë. Të lutem, unë të respektoj. Jam dakord me ty që e mirë të ishte drejtori i përgjithshëm, dakord, e marrim. Po prit apo se vetë edhe ti the e mirë në fillim, fjalën tënde përdor. Dakord, megjithatë, evolon. Po dakord. Po dakord, më të mbaroj unë. Po ç'a do? Pse mërzite? Apo doni që të jetë dy ai? Dakord, pra, marrim një vendim, është dy mbledhën, ç'a ke? Po ç'a? Duro, tash për të ta thash. Për të nuk është faj tyre, po doni është tënde për ata. Po jo. Faji është i joni aty. Ai tjetër ka qenë rrande kaluar. Ai e ka shtip. Megjithatë. Strazimir, të lutem tash. Ai është në rregull se ka njoftu. Ka ne gjë për këtë shtyre. Po pra do shtim ledhen, rregull. Po ka ne gjë ekstra. Po, zotin ndoje. Faleminderit, nderuar koleg, nderuar përfaqësues të institucioneve që jeni këtu në sallë. Tani pse duhet stafi? Nëse ne